Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shikojmë mësimin e parë të gjuhës angleze, pra niveli A1, mësimi numër 1. Për ju që më ndiqni prej kohësh, kjo do të jetë një ribërje e videove që tashmë kemi bërë më përpara, për çështje një rregull të YouTube-it, asgjë tjetër. Për ju që do të filloni udhën drejt mësimit të një gjuhë të re, konkretisht mësimit të gjuhës angleze. Nëse është hera e parë që po mësoni një gjuhë të huaj, do të shikoni që mësimi i gjuhës të huaj mund të ketë edhe pengesat ose vështirësitë e veta. Megjithatë, nëse i ndiqni me kujdes videot dhe nëse praktikoni në mënyrën e duhur, për shembull pak minuta çdo ditë, do të ishte një gjë shumë e bukur, të jeni të sigurt që do ja dilni. Këtë e them edhe nga eksperienca, edhe me studentët e mi, të cilët nëse kanë treguar, dhe të gjithë janë goxha të mirë, kur tregojnë dëshirën dhe përkushtimin e duhur, patjetër që mund t'ja arrijnë. Me mësimin e parë do të fillojmë me gjërat relativisht elementare. Do të shikojmë pak se si përdoret folja jam, do të flasim pak për numrat, për emrat I and you, pra unë dhe ti. Do të shohim pak edhe ditët e javës, kështu pra gjërat duke filluar nga gjëra më elementare. Keni parasysh diçka që gjatë mësimit, gjatë videove, do të përmendim këto termat gramatikore, folje, ndaj folje, mbiemër, emër. Nuk është e nevojshme që t'i fiksoni që në videot e para, por është mirë të krijoni një ide, sepse mund të na japin goxha ndihmë gjatë kalimit nga një mësim te tjetri, nga një nivel tek tjetri. Kështu. Pra, përdorimi i foljes be, verb do të thotë folje në gjuhën shqipe. Be është rrënja kryesore ose forma bazë e foljes jam, që siç do të shikojmë në kohën e tashme, mund të ndryshojnë në tre forma, në is edhe are. Okay? Ndoshta për ju që keni një farë eksperiencë me gjuhën angleze, mund t'ju kujtohet kur themi I am, you are, he is dhe kështu me radhë. Në këtë mësim do të fillojmë me I and you, pra unë dhe ti. Numbers from 0 to 10, numrat nga 0 deri te 10. Days of the week, ditët e javës. Le të shikojmë pak, ta vendosim pak në praktik përdorimin e foljes jam. Kemi dy personazhe, siç i shikoni edhe në ekran, kemi Olivia në të majtë dhe Tom në të djathtë. Janë dy studentë, të cilët kanë filluar kolegjin ose universitetin, nuk e kemi këtë informacion, dhe po gjejnë dhomat e tyre, pra ku do rrinë në konvikt. E para është Olivia që flet, shikoni pak, më ndiqni ndërkohë që unë i lexoj dialogun, kështu që edhe i praktikon. Hello, I'm Olivia Thompson. Pra përshëndetje, unë jam, I'm është kurtimi i I am, do të shikojmë pak edhe gramatika pak më vonë. Olivia Thompson, pra unë jam Olivia Thompson. Si përgjigjet Tom? Tom përdor fjalën Hi, I'm Tom Green. Nice to meet you. Okay, shikoni pak se si Tom ka përdorur fjalën hi në vend se fjalën hello. Në kuptim janë të dyja të barabarta. Hello është më tepër formale. Çfarë kuptimi formale e përdorim kryesisht me personat që nuk njohim ose në ambientin e punës, kurse hi e përdorim me personat që ndoshta njohim, familjarët tanë, shoqëria dhe kështu me radhë. Kryesisht mund të përdoret edhe tek moshat e reja, meqense nuk është kaq i nevojshëm formaliteti. Pra edhe Tom gjithashtu prezantohet, pra unë jam Tom Green, emër mbi emri, gëzohem që të takoj, nice to meet you. Okay? Si përgjigjet edhe Olivia, përgjithësi kur dikush na thot nice to meet you, është e bukur që ne të përdorim edhe ne të njëjtën shprehje. Nice to meet you, mund të shtojmë edhe to, siç do shikojmë në vazhdim, në mësimet në vazhdim. Pastaj kalojmë në një moment tjetër, jam duke gjetur dhomat se ku do të dhomat e konviktit se ku do të flet secili. Përsërisht Olivia që flet, are you in number 2? A je ti në numrin 2? Pra edhe pse nuk e specifikon, i referohet dhomës, se nëse shikoni në figurë, kemi dhomat 1, 2, 3 dhe kështu me radhë. Pra a je ti në numrin 2, por me kuptimin a je ti në dhomën numër 2. Si përgjigjet Tom? Yes, I am. Are you in number 1? Pra po jam, pastaj e pyet ai, a je ti në numrin 1, përsëri pra në dhomën numër 1. Si përgjigjet Olivia? No, I'm not. Pra jo, nuk jam. Shikoni se si ndërtohet forma negative, duke vendosur fjalën not mbas foljes jam. Okay, am not.
kurse pak më lart, nëse shikoni në fillim, pan formën pyetse. Tani mos kemi merak se do të shikojmë të gjitha të përmbledhura të gramatike dhe pastaj aty mund t'i bëni pause videos dhe të mbani shënimet e nevojshme. Por shikoni pak me qenë se kemi këtu. Në pyetje, e shikoni se si are, që është një nga format e foljes be, pra foljes jam, ka dalë përpara për emrit ju për të ndërtuar pyetjen. Kjo është e rëndësishme sepse jo të gjitha foljet në anglisht e ndërtojnë pyetjen në të njëjtën formë. Do të shikojmë pasaj edhe në nivelet në vazhdim. Okay? Pra si përgjigjet Olivia nëse është në dhomën numër 1, no, I'm not, I'm in number 3. Pra jo nuk jam në numrin 3. Çfarë thot pasaj në vazhdim? See you soon. Okay? Çfarë kuptimi ka në shqip kjo shprehje? Shihemi së shpejti. Dhe në fund të përshëndet, goodbye. Okay? Ne ndoshta kemi dëgjuar shkurtimin e goodbye, të përdoret më tepër, është forma bye. Atëherë, le të kalojmë më tej. Përsëri shikojmë një pjesë tjetër të bisedës, ndoshta është dita e nesërme ose kanë kaluar disa ditë dhe jemi në një klasë. Pra shikojmë që Olivia tashmë është ulur në bankën e saj dhe është Tom që futet në klasë. Olivia njeh dhe i flet: "Hi Tom, you are," ose është shkurtuar you're in my class. Pra i thotë që ti je në klasën time, pra në orën të mësimit që ndjek po ashtu edhe unë. Tom për momentin nuk e njeh, kështu që i drejtohet me hello. Sorry, what's your name? Pra më falni, si është emri juaj? Me shkurtimet pasaj, do të shikojmë të punojmë edhe gjatë mësimeve në vazhdim. Nëse shkurtimet i keni të vështira në fillim të mësimit të gjuhës, mund të përdorni formën e zgjatur. Mjafton që ti njohim si shkurtime kur i shikojmë të shkruara, kështu që i kuptojmë, edhe ti njohim edhe si në mënyrën se si thuhen kur dëgjojmë tjetrin të flasë, sepse është e vërtet, kur kemi dy opsione të ndryshme në gjuhën angleze, ne mund të zgjedhim atë që është më e lehtë për ne, derisa të aftësohemi edhe për të mësuar formën tjetër, por nuk mund të kontrollojmë tjetrin se si do të flasi në formë të shkurtuar ose jo, kështu që minimumi është të paktën ti kuptojmë. Pastaj se si përdorim ne fillimisht, zgjedhim ne kur kemi dy forma të ndryshme. Atëherë, si përgjigjet Olivia? I'm Olivia Thompson. Ndoshta për momentin nga zhurma nuk e ka dëgjuar mirë. Prandaj, për të përsëritur atë që Olivia tashmë tha, Tom përdor formën excuse me. Në disa raste mund ta themi dhe me i, excuse me. Kjo është pastaj këto janë preferencat. Kur e njëjta gjë, kur na jepet mundësia të kemi dy forma të ndryshme se si e themi një fjalë, mund të zgjedhim ne cilat na përshtatet më shumë. Pastaj keni parasysh që shqiptimi mund të ndryshojë pak edhe nga formati anglisht që po mësojmë. Zakonisht më pëlqen të jap mësim anglishtën amerikane, por gjithashtu kam edhe studentë që preferojnë anglishtën britanike dhe në disa raste mund të kemi ndonjë ndryshim të vogël në lidhje me theksin ose si e shqiptojmë një fjalë. Atëherë, excuse me, përsërit emrin Olivia Thompson, tani i kujtohet. Oh, right. Okay? Sigur themi, po, sakt. Okay? Bukur, le të shikojmë pak gramatikën. Tham që kur kemi të bëjmë me foljen jam në gjuhën angleze, forma bazë e saj, do të dëgjojmë shpesh herë gjatë mësimeve këtë forma bazë, meqense folit mund të marrin pak forma të ndryshme në varësi të kohës ose të vetës së përdorimit. Okay? Forma bazë e foljes jam është forma be, që shkruhet be. Okay? Ja të kemi këtu be. Dhe në të tashmen, kjo merr tre forma në varësi të vetës, pra në varësi se për kë person po flasim. Kemi që merr në veten e parë njëjës, pra kur themi I am, un jam. Kemi are, që do ta marri në veten e dytë njëjës, por gjithashtu edhe në shumës, veten e dytë shumës dhe veten e parë shumës, pra do themi you are, we are, they are, edhe pse në këtë mësim po përqendrohemi kryesisht tek I and you për ta bërë pak më të thjeshtë. Dhe is do përdoret në veten e tretë njëjës, pra kur flasim për he, she dhe it, ose ai, ajo. Të shikojmë, fillimisht do të shikojmë affirmative or positive form. Affirmative dhe positive form kanë të njëjtin kuptim me njëra tjetrën. I referohet fjalisë pozitive ose fjalisë pohore, pra kur ne tregojmë diçka, pra nuk pyesim, nuk mohojmë. Okay? Shpeshherë
edhe pse në shqip ne përdorim termin fjali apohore në gramatik, shpeshherë të më dëgjoni t'i referojmë si forma pozitive, meqenëse në anglisht e përdorim kryesisht këtë term. Atëherë kemi full form, që do të thotë forma e plot. Si është forma e plot? I am Tom. Okay, I am Tom. Okay, për you are in my class. Vini re që disa tinguj nuk i kemi në gjuhën shqipe. Për shembull, nuk themi I am, themi I am. Do shta në veshin tonë në tingullon pak si ëja në gjuhën shqipe. Por teknikisht nuk është është, diçka ndërmjet as edhe es. Tani, edhe pse nuk i përket këtij mësimi, përse e përmenda? Nuk dua që të shqetësoheni tepër për këto tinguj të cilat nuk ekzistojnë në gjuhën shqipe dhe do na duhet pak kohë që ta ambientohemi. E rëndësishme është fillimisht të kuptojmë fjalët bazë, foljet bazë, aspektin gramatikor, si lidhen fjalët me njëra tjetrën, pastaj pak nga pak do të ambientohemi edhe me këto tinguj që mund të jenë pak të vështirë për disa nga ne. Atëherë, pastaj kemi contracted, diçka që është e shkurtuar, e bërë më e vogël, contracted form. Edhe këtë aspekt do ta shikojmë shpesh në anglisht që kur është e mundur disa fjalë mund t'i shkurtojmë. Dhe si shkurtojmë foljen be në formën am, bie aja dhe me presje lart apostrof bashkojmë I dhe shkronjën m. Dhe nga I am do të bëhet I'm Tom. E njëjta gjë ndodh edhe me are, bie aja bashkojmë you apostrof re. Dhe nga you are do të bëhet nga you're in my class. Okay? A ka në një formë, është një formë me saktë se tjetra? Jo, absolutisht jo. Të dyja format janë të sakta, të dyja format janë të pranuara. Përdorim atë që ne duam të përdorim, që kemi më të thjeshtë. Por e rëndësishme si thamë është që ti njohim të paktën të dyja format. Atëherë, në fund na tregon dy aspekte që të mos i bëjmë gabim. Kur kemi not, do thotë që jo në këtë formë. Aspekti i parë ka të bëjë me përemrat. Do shta keni vënë re që në gjuhën shqipe, ju gjithmonë është e nevojshme të vendosim përemrin, për vetë faktin se nga folja e përdorur, ne shpesh kuptojmë se për kë po flitet. Okay? Për shembull, ne në shqip mund të themi un jam Tom, por mund të themi dhe thjesht jam Tom, pra nuk ka nevojë të vendosim përemrin un. Në anglisht kjo gjë nuk bëhet, pra kur është e nevojshme të përdorim përemrin, do ta përdorim patjetër. Prandaj edhe aspekti i parë not tregon Tom është e gabuar, jo, I am Tom. Dhe aspekti i dytë na tregon në lidhje me I, që teknikisht është teknikisht është shkronja I, okay? Dhe nëse themi dhe shkronjën I sipas alfabetit, që do të marrim pas disa mësimeve, kur i referojmë shkronjës I sipas alfabetit, i themi I. Por gjithashtu përdoret edhe me kuptimin un, okay? Pra, sa herë që e përdorim in me kuptimin un, gjithmonë do ta shkruajmë me shkronjë të madhe. I'm Tom. Nuk e di nëse ndonjëri për ju i ka rastisur që kur shkruan në kompjuter, për shembull në Word, dhe nëse e ka kompjuterin në gjuhën angleze, kur shkruan in në një fjali, automatikisht e bën me shkronjë të madhe, sidomos kur shkruan in teke, nëse ju ka ndodhur. Është korrigjimi që bën programi për të shkruar saktë. Atëherë, le të shikojmë pak më tej, le të shikojmë pak formën negative, ose asaj që i themi në shqip ndryshe edhe si forma mohore, pra mohojmë diçka. Në anglisht i referohemi shpesh si negative form, okay? Si ndërtohet forma negative kur kemi të bëjmë me foljen be, pra me foljen jam, mjafton duke shtuar not bas foljes jam. Shikojmë pak. Fillimisht na tregon formën e plot. Ja të kemi këtu, full form. Okay, dhe kemi dy shembuj. I am not in number 1. Pra, unë nuk jam në numrin 1. Okay? Nëse një përkujtues të vogël, kur pam fillimisht dialogun e përdorur në lidhje me foljen mbi pak më përpara, nëse jeni fillestar dhe e keni të vështirë, pasi shikoni gramatikën, mund t'i riktheni përsëri videos, edhe kështu do të shikoni që ndoshta dialogu bëhet akoma më i thjeshtë sa herë që ne praktikojmë edhe gramatikën. Pra shembulli i dytë, you are not a student. Pra shikoni që nuk ndryshon, not tek am dhe not tek are. Si do ta bëjmë formën e shkurtuar? Tani, këtu na duhet pak kujdes. Atëherë,
kthehemi mbrapsht, më falni se kalova pak përpara. Atëherë, te forma e shkurtuar përse na duhet kujdes, sepse do kemi dy mënyra se si e shkurtojmë, okay? Zakonisht në për videot tona së bashku do të përdorim vetëm një nga format për të mos ju ngatruar, por të dy janë format të mundshme. Pra, mund të shkurtojmë foljen be me përemrin, siç e pamë edhe pak më përpara, I'm, you're, por mund të shkurtojmë edhe foljen be, pra foljen jam, me not, okay? Tani, në rastin e parë tek forma e shkurtuar, na ka dhënë shembullin kur ne shkurtojmë përemrin I me foljen be, am, I'm not in number one. Në rastin e dytë kemi kur shkurtojmë foljen be me fjalën not. Okay? Shikoni se si bëhet. Bie oja dhe ndërmjet nës dhe tës që kemi bashkuar me are, vendosim presjen lart, apostrofën lart. Dhe si bëhet? Nga you are not do bëhet you aren't a student. Okay? Por është e mundur edhe kjo formë, si shtam, në vend se të bashkojmë are dhe not, mund të bashkojmë you dhe are. You're not a student. Okay? Pra të dyja format janë të sakta, zgjedhim ne këtë do përdorim. Ndryshimi tek është se ndryshe nga are nuk shkurtohet me not. Okay? Por shkurtohet vetëm me përemrin. Pra nuk mund të themi I'm in number one, do të ishte gabuar. Pra nëse duhem ta shkurtojmë, do ta shkurtojmë vetëm I'm not in number one. Okay? Le të kalojmë pak nga ana e djathtë. Flasim pak për question form ose forma pyetëse në gjuhën angleze kur përdorim foljen be. Keni parasysh që për ju që keni një farë dieni në lidhje me gjuhën angleze, por që nuk keni avancuar te nivelet më të larta, le të themi. Keni parasysh që këto forma që mund të na duken të thjeshta janë shumë të rëndësishme. Përse e përmend gjë të tillë? Sepse foljen be do të shikojmë të aplikohet edhe në forma të tjera në nivelet në vazhdim, nivelin e dytë, nivelin e tretë, nivelin e katërt dhe kështu me radhë. Dhe është e rëndësishme shumë të mësojmë aspektin elementar të saj, sepse në të njëjtën mënyrë se si ndërtohet në formën më bazike, më të thjeshtë të saj, zakonisht në të njëjtën mënyrë do ndërtohet edhe në ato format e tjera pak më të ndërlikuara kur bashkohet me aspekte të tjera të gramatikës. Prandaj nëse i kemi të qarta gjërat elementare, do të kemi edhe më të lehtë pastaj të kuptojmë gjërat pak më të avancuara. Atëherë, cili është aspekti i rëndësishëm kur kemi të bëjmë me pyetjet me foljen be? E specifikojmë me foljen be sepse do të shikojmë që kur të marrim foljet e tjera, do të kemi pak ndryshime. Atëherë, aspekti i rëndësishëm është që kur kemi të bëjmë me pyetjen, folja be do të zvendësoj vendin me përemrin. Pra do të dali përpara përemrit. Okay? Nëse kthehemi edhe një herë për shembull te forma negative, kemi I am, pra kemi I pastaj am. Kurse në pyetje, shikoni pak se si ka kaluar përpara. Am I in room 2? Pra a jam unë në dhomën 2? Ose are you Olivia? A je ti Olivia? Pse është e rëndësishme kjo? Është e rëndësishme sepse aspektet janë të ngjashme në gramatikën e gjuhës shqipe me gramatikën e gjuhës angleze, në përgjithësi janë më të lehta për të studentët për t'i kuptuar dhe për t'i vendosur në praktik kuptohet. Përse? Sepse kemi ngjashmëri, kemi mësuar në gjuhën shqipe dhe kemi më të lehtë kur koncepti është i njëjtë në gjuhën angleze. Por kur koncepti ndryshon në gjuhën angleze, aty mund të jetë pak më e vështirë. Për shembull, ne në gjuhën shqipe kur bëjmë pyetjet, shpeshherë nuk është e nevojshme që të ndryshojmë vendin ose të shtojmë diçka. Mjafton të ngrem zërin në fund, domethënë të vi zëri duke ngritur kur themi pyetjen, okay? Në anglisht kjo nuk mjafton. Ekziston edhe kjo formë në anglisht, ta shikojmë në videot në nivelet më të avancuara, por që kryesisht është e nevojshme të ndryshojmë vendet ose të shtojmë diçka, siç do shikojmë më vonë. Okay? Pastaj të shikojmë formën pozitive, shikoni si e përmend formën pozitive, por këtu e kemi në përgjigje të shkurtër. Pra, kur i përgjigjemi pyetjes në formën pozitive. Yes, you are, pra përgjigja për pyetjen am I in room 2, dhe yes, I am, përgjigja e Olivias kur ne e pyetim are you Olivia. Tani, është e nevojshme gjithmonë në anglisht të themi këtë formën e gjatë, yes, you are, yes, I am. Jo, sigurisht. Mund të përgjigjemi edhe thjesht me yes ose no, nuk është as pak problem. Varet nga situata, pse nëse do na duhet jemi jo formal ose formal, pra në varësi me
kë person ose persona kemi të bëj. Pak më poshtë kemi formën e përgjigjes negative dhe shkurtër, negative short answer. No, you aren't. Okay? Këtu kemi bërë edhe shkurtimin. No, I'm not. Pra, jo nuk je dhe jo nuk jam. Okay? I njëjta gjë edhe këtu. Nëse kemi dëshirë mund të përgjigjemi thjesht me no, nuk është problem. Edhe ky aspekt është i rëndësishëm. Nëse keni nevojë, pasi e kam shpjeguar, ndalini videot dhe mbani shënime. Në përgjithësi, në gjuhën angleze, do të kemi disa rregulla që përsëriten. Dhe kjo e bën gjuhën relativisht më të lehtë në përgjithësi se gjuhët e tjera. Për shembull, një nga rregullat që përsëritet është që folja do të jetë kryesisht që përdoret për të ndërtuar pyetjen, nuk ka rëndësi nëse do të jetë ndihmëse ose gjysmëndihmëse, do të shikojmë më vonë çfarë nënkuptojmë me ndihmëse dhe gjysmëndihmëse, që përdoret për të ndërtuar pyetjen, zakonisht ajo të përdoret edhe në përgjigjet e shkurtra, qoftë pozitive, qoftë negative. Okej? Atëherë. Shikojmë pak. Jo, kthehemi edhe një herë mbrapa, se lam ja dy gjëra të vogla, pastaj do të kalojmë pak edhe tek pjesa tjetër. Okej, ja jemi këtu. Atëherë, ato që tham në shqip, këtu i shpjegon edhe në anglisht. Thot, in questions put before I and are before you. Pra çfarë na tregon ky rregull? Thot në pyetje vendos, put do të vendosësh, vendos përpara I dhe are përpara you. Dhe një rregull tjetër, i vogël, por është e rëndësishme edhe ta fiksojmë, don't use contraction in affirmative short answers. Çfarë po na thot rregulli? Rregulli na thot që mos përdor shkurtime në përgjigjet e shkurtra pozitive. Atëherë, nëse kthehemi edhe një herë te përgjigjet e shkurtra pozitive, yes, you are, yes, I am, po të shikoni këtu nuk kemi përdorur shkurtime, ndryshe tek forma negative. Okej? Pra, nuk është mirë të themi yes, I'm. Okej? Mund të themi yes, I'm nëse do ta vazhdojmë, pra do japim një përgjigje më të gjatë, por nëse lëm të shkurtër, nuk është mirë të bëjmë shkurtime në formë pozitive. Atëherë, të kalojmë tek aspekti i radhës. Okej. Atëherë, të shikojmë pak kur përdorim ato që në anglisht u themi adjective ose në shqip u themi mbiemra. Pra ata që nuk janë të qartë çfarë janë mbiemra, janë fjalë të cilat i përdorim për të treguar një cilësi për emrin, për individin ose sendin që po flasim. Për shembull, i madh, i vogël, i bukur, i gjatë, i shkurtër, edhe kështu me radhë. Pra këto konsiderohen emra sepse tregojnë një cilësi për emrin. Atëherë, ka disa rregulla në gjuhën angleze në lidhje me mbiemrat, të cilat pak e nga pak do t'i mësojmë duke filluar nga më të lehtat tek më të vështirat. Shikoni pak aspektin e parë në të majtë. Thot, when we use an adjective, këtu mungon një n, falni për gabimin, with a noun, pra kur ne përdorim një mbiemër me një emër, fjala noun i referohet emrit, jo emrit të individit, por emrit në aspektin gramatikor. Pra kur një fjalë luan rolin e një emrit në një fjali. Atëherë, çfarë ndodh kur ne përdorim të dyja së bashku? The adjective goes before the noun. Pra, rregulli na thotë që mbiemri do të shkojë ose do të vendoset përpara emrit. Dhe kemi një shembull këtu. It is a big house. Okay? It nuk e kemi marrë në këtë mësim, sepse është mësimi i parë, do ta shikojmë më vonë, por e shpjegojmë shkurtimisht. Merr kuptimin ai ose ajo për jo sendet. Pra, në gjuhën shqipe ne nuk kemi një formë të tretë, kemi ai ose ajo, që e përdorim edhe për njerëzit edhe për sendet në varësi të gjinisë. Në gjuhën angleze për njerëzit do të përdorim he, she, ai, ajo, dhe çdo gjë tjetër pasaj që nuk ka të bëjë me njerëzit, që ne do t'i referojmë si ai, ajo, do të përdorim për emrin it. It is a big house. Ajo është një shtëpi e madhe. E shikoni pak, house është emri në fjali, big është mbiemri, na tregon se si është shtëpia. Ku e kemi vendosur? E kemi vendosur përpara shtëpisë. Pra ky është rregulli që kur janë të dyja së bashku, njëra mbas tjetrës, mbiemrin do ta vendosim përpara emrit. Pra nuk do të ishte saktë nëse ne pa dashje themi it is a house big. Okay? Keni parasysh që fillimisht do bëni gabime të tilla, do të kuptoheni, por nuk do të ishte e saktë nga ana gramatikore. Një aspekt tjetër që ndryshon nga gjuha shqipe është edhe pika e dytë ku thot adjectives
don't change before a plural none. Okay? Kjo ndodh, pra këtu na thotë që mbiemrat nuk ndryshojnë përpara një emri në shumës. Pra, nëse ne në gjuhën shqipe do të bëjmë ndryshime në varësi të gjinisë ose në varësi të emrit, në gjuhën angleze kjo me mbiemrat nuk ndodh. Pra, nëse themi big house, një shtëpi e madhe, dhe nëse themi të shembulli i dytë they are blue jeans, kemi jeans, që është teknikisht është një objekt, por në anglisht i referohemi në shumës. E rëndësishme është që mbiemri blue nuk ndryshon. Okay? Nëse themi blue për një ose blue për disa, do mbetet gjithmonë njësoj. Pra nuk vendosim për shembull, do të shikojmë më vonë që ne kur bëjmë shumësin e emrave, do t'i vendosim një s në fund. Nuk e bëjnë të njëjtën gjë me emrat, prandaj edhe aspekti na thot not, nuk themi they are blues jeans. Okay? Dhe aspekti i fundit, nuk është e nevojshme që gjithmonë të kemi një emër kur përdorim një mbiemër, nëse tashmë kuptohet nga biseda, mund ta përdorim pa emrin. Të na tregon edhe pika e fundit. We can use an adjective without a none after the verb be. Tani, shikoni këtu që kemi përdorur an, nuk duhet ju ngarkoj me shumë informacione se është video e parë, dhe këtu gabimisht kisha përdorur ë, do ta shikojmë pastaj në videot në vazhdim, që të mos ngatroheni kur i shikoni të përdorur, pse në disa raste përdorim ë dhe pse në disa raste përdorim an. Okej? Pra, e rëndësishme është i tham që mund të përdoret mbiemri pa emër, për shembull mund të themi he is tall, ai është i gjatë. He is very tall, ai është shumë i gjatë. Ose forma negative, he isn't very tall, ai nuk është shumë i gjatë. Okay? Edhe në të djathtë na japin disa shembuj të tjerë. It's a house, është një shtëpi. It's a new house, kemi new mbiemër, shtëpi e re. Edhe një nuk themi it's new a house, do të ishte gabim. Tjetra, it's an old house, është një shtëpi e vjetër. Nuk do të themi it's a old house. Ja, dhe këtu kemi ndryshimin e as dhe an. Okej, gjithsesi e përsërisim, e përmendim sepse nuk është një aspekt shumë i vështirë. Nëse fjala vin që është mbas as, domethënë, që tregon numër 1, pra ë dhe ën tregojnë numrin 1, njësoj sikur të themi one, kanë të njëjtin kuptim. Okej, nëse fjala që vin mbas as fillon me zanore, për shembull në rastin e mbiemrit ton old, fillon me o zanore, atëherë do të kalojmë në ën, kanë të njëjtin kuptim, thjesht është ky rregull që nëse fjala mbas saj fillon me zanore, nga ë kalojmë në ën, por kuptimi është i njëjtë. Ë, pra 1. Okej, kemi disa shembuj të tjerë, an old photo, new boots, pra një fotografi e vjetër, new boots, çizme të reja, ku keni nevojë për fjalë të reja që merrni, mund të bëni pauzë, mbani shënimin e duhur dhe pastaj vazhdoni përsëri. A grey day, një ditë gri, pra kryesisht kur është me re. A long song, një këngë e gjatë. A black cat, një mace e zezë. A good book, një libër i mirë. A big fish, një peshk i madh. Dhe në fund, cheap jeans. Okay? Pra të gjithë këto që kemi me ngjyrë të kuqe të errët janë të gjithë mbiemra dhe fjalët që vinë mbas tyre janë emrat. Okay? Vini re që kur kemi të bëjmë të shumësi, new boots, cheap jeans, nuk kemi nevojë të vendosim ë përpara, sepse siç tham, ë ka kuptimin 1. Atëherë, të shikojmë pak numbers ose numrat, okay? Do të fillojmë me gjërat elementare, nga 0 deri te 10. Kemi 0, okay, shkruesi në shqip, por shqiptimi është më ndryshe. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Mund ta riktheni videon pak më mbrapa për të ridëgjuar edhe një herë tjetër nëse keni nevojë. Në lidhje me 0-n, në disa raste 0-s mund t'i themi edhe 0, por mund t'i themi edhe O. Sidomos për shembull kur përmendim numrat e rrugëve ose numrat e apartamenteve, për shembull edhe këtu thot in room numbers, numrat e dhomave, apartment numbers. Okay? For example, pra numrat e apartamenteve, për shembull room 207.
Në vu 3, thash 2 për dyshi, O për 0 dhe 7. A është gabim nëse themi 207? Jo, nuk është gabim. Por për amerikanët, u vinë më mbar, paktën për shumicën prej tyre, u vinë më mbar që në këto raste të përdorin O në vend se sa 0, pra do dukemi më natyral. Le të shkojmë pak në të djathtë ditët e javës. Kemi Monday, me radhë, fillojmë nga e hëna, Tuesday, e marta, Wednesday, pini re që në disa raste shkronjat në gjuhën angleze konsiderojnë të heshtura, ose bashkohen 2 ose 3 për të dhënë një tingull tjetër. Këto rregulla pasaj mos keni merak, do të shikojmë me kalimin e kohës. E përmendat e treshi sepse është goxha e gjatë si fjalët të themi, por kur e themi është goxha e shkurtër. Wednesday. Okay? Që është e mërkura, pasaj kemi Thursday, e enjte, Friday, Friday, e premte, Saturday, e shtuna, dhe Sunday, që është e diela. Atëre, një aspekt tjetër në lidhje me shkrimin e ditëve të javës, days of the week begin with a capital letter. Okay? Çfarë na tregon kjo? Na thotë që ditët e javës fillojnë me një shkronjë të madhe. Capital letter do thotë shkronjë e madhe. Keni parasysh që disa fjalë në anglisht do të kenë 2, ndonjëherë edhe më shumë kuptime se sa 2. Okay? Kuptimet do t'i marrim në varësi të nivelit ose në varësi të përdorimit ku jemi. Për shembull, today is Monday. Shikoni Monday me shkronjë të madhe. Tomorrow is Tuesday. Përsëri Tuesday me shkronjë të madhe. Pra, today do thotë sot, is Monday, sot është e hënë. Tomorrow is Tuesday, na tregon që nesër është e martë. Okay? Do të djathtë dhe keni edhe njëherë të përsëritura fjalët, nëse doni të rishikoni edhe njëherë se si shkruhen. Okej, bukur, kaq kishim edhe për videon e parë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.